Qimi 15 në histori mes Dugagjinit dhe Malishevës në Super League. Malisheva në pozitiv Mark Bushaj, ndeshja 2-3 që shef vetë në formacionin startues Bushaj, lojtar mjaft i talentuar. Trajneri Bekimi Sufi që ka zgjedhur edhe sot të luaj pa një nënç fix me Fatjon Bunjakun dhe Valmir Berishën të lënë në stol. Do tjetë Drilon Azrollaj në atë pozitën e nënçit fals. Altin Aliu provon lëvizjen. Nuk reagon mirë mbrojtja, Aliu e lë top. Vjen ky arkim tani drejt Azrollajt, largohet Rëziku. Etnik Bruti. Donald Vitia provon të kombinoj me Arbër Piron. Djeniti Sufi që reagon. Ka qenë në ndërhyrje e paliuar, goditje lirë për Malishevën. Shumë në plan të parë dhe Ismet Munishin. Në karierën e tij nuk ka pasur fat në ballavaqimet kundër skuadrës së Malishevës. Shumë goditja direkte sa afër këtu Drilon Azrollajt në befazonte të gjithëve. Mirë po intervenon portieri Margono. Në vend është indoneziani. Rivani Kondi tani. Pike dobët e Malishevës patyshim lufta në ajër me sulmuesit e saj shtat shkurtër. Vjen arkimi drejt zonës të rasti. Do tjetë gol out të gjyqtari Murataj. Vetëm një fitore në 7 ndeshje përballë Malishevës për Ismet Munishin. E shohim në krye të Malishevës kushtrim Krasniqi sot për faktin se Bekimi Sufi mori karton të kush në ndeshjen e fundit kundër Ballkanit. Hugo. Provot ky pasim para në këto momente. Hekuran Berisha. Rivani Ansore. Në krizë Hekuran Berisha nuk di për gol që nga muaji nëntor. Nënt ndeshje pa shënuar për Berishën. Qojma do arrit të gjej rrugën e rjetës sot. Skuadra ka nevojë imediate për golat e tij. Djeniti Sufi në duelin me Arbër Piron, fitues del ky i dyti. Djeniti Sufi. Topi që rëmpet nga skuadra e Dugagjinit, Mërlaku shumë mirë pasimi i tij. Mërkim Pepçeli. Ka gjuajtje shumë të rrezikshme Pepçeli. Hugo. Vjen ky arkim drejt zonës, shohim tani, nuk arrini Sufi. Ilir Syla. Provon të kombinoj me Bardokun. Devijimi Azrollajt e dërgon topin në Rivani Anzora. I Sufi. Bukur driblimi Djenit i Sufi. Gjenop ziron vjen arkimi i tij. Mbi bord. E shohim edhe njerë. Super driblim nga i Sufi. Pira.
Ndërhyrje pa lejuar kjo, fauli shkaktuar nga Elton Basri. Nga 2 ndryshime në formacioni kanë bërë të 2 trajnerët për dallim nga duelet e fundit. Tek Dugazhini, Granit Elezaj dhe Met Millaku kanë mbetur jashtë në vend të tyre Elton Basri dhe Mërgim Pevqeli. Në anën tjetër tek Malisheva, Ferati dhe Gjiliani në stël në vend të tyre Hazrolla edhe Bruti. Arë për Pira, vjen ndërhyrje nga Tum Pardoku. Luftë e madhe, ndërhyrje pa lejuar, thot gjyqtari. Bravo Drile, opa, Piro, opa. Qambra, marш, Isko, stay in middle, hey. Veli, kujdes e majta. Isko, left side. No, Isko, Altir. Të mira në kombinimet është Pevqeli. Disfate hidhur për Dugazhinin ajo në ndeshjen e fundit nga Ferronikeli 74. Presion tek portieri Margono që reagon disi për të mos e bërë një gabim të madh. Për mënyrën se si erdhi disfata ndaj Ferronikeli 74, padyshim ka qenë e dhimbshme për këta tifoz në minutën e fundit. Lart Zekolli realizoi. Provon Bushajt, shkoj deri në fund, është blokuar. Mërlaku. Blokohet me njërë nga Dreni Kryeziu, Arbër Pira, pasimi ti para. Drejt Brutit, Basri provon ta shoqëroj topin deri në fund të vijave kufizuese dhe ja del në misionin e tij. Topi në krah tek Dieniti Sufi. Lejtari ardhur nga drita ku nuk gjeti hapësira i Sufi. Tum Pardoku, vjen arkimi i tij, shtylla e dytë, tani mundësia këtu çojmë Deni Lira Avdyni. Ka topin e duar. Shumë i fort ky degazhim, shkon tek homologu i tij, gardiani kundërshtar Siris Margono. Vjen ky arkim drejt zonës Dreni Kryeziu e do bën top Gjemaili. Hugo. Elton Basri për Tum Pardokun. Dieniti Sufi. Provon pasimin, është mbyllur. Dreni Kryeziu. Ka qeni përhershëm në formacionin e Malishevës, sidomos në pjesën pranverore të sezonit, nga gjiro 18 e tutje Dreni Kryeziu. Ndërkohë skuadra ka provuar me Agon Qakën dhe Arbër Kryeziu nga 2 ndeshje secilin. Hugo. Pevqeli. Topi që kthehet mbrapa, Erlis Gjemaili. Bardok. Dieniti Sufi. Provon lëvizjen i Sufi, e ka gjetur hapësirën, vjen arkimi i tij drejt zonës, shansi të shpërgoditje. Minuta 10 e ballavashimit, një super gol. Një prej më të bukurve të këtij sezoni. Dugazhini në fest. Mërgim Pevqeli, kush tjetër pos Mërgim Pevqelit mund të shënoj një gol të tillë. Me volej shënonte në muajin shtator përballë Malishevës.
Me volej goditje shanon përsëri Tundët Rjeta. Dugazhini 1, Malisheva 0. Kjo ndeshje bëhet më e bukur tani. Shojmë se cili do tjetë reagimi i të kaltërve. Bushaj avancon para, provon këtë pasim, nuk i ecën, nuk pati korridor të lirë për gjetur bashkëlojtarët. Arber Pira me ndërhyrjen, provon ta mbajë topin brenda vijave, Bushaj pa sukses. Dalja para përsëri e Dugazhinit, bllokohet. Arber Prekazi, Ndigji. Ka pasur probleme të mëdha mbrojtja Malishevës në këto xhiro të pranverës. Probleme që u kuptuan nga disfata përballë dritës, por edhe nga fitoria kundër Ferizajt, e cila erdhi me rezultat 3-2. Gola që u pranuan lehtë nga Malisheva. Është Dugazhini që po e kontrollon lojën në këto momente, Djenici Sufi. Nga sa kemi parë në këto minuta, ndryshimi i formacionit nga Ismet Munishi ka qenë vendimi dur. Topi tek mysafirët, Hazrolla i provon për Altin Aliu në zona e Altin Aliu, mirë kjo lëvizje. Vjen ndërhyrja shpejt tek Zon Sinani, që ndihmon brazilianin Hugo. Rivarianca ora. Pesë humbje në 10 ndeshjet e fundit për Dugazhinin. Në këtë periudhë janë 3 fitore, 2 barazime për këtë skuadër. Vetëm 6 gola të shënuar në 10 duelet e fundit. Kjo është pika e dobët, po e përsëris edhe një herë sulmi i Dugazhinit. Bllokohet ky pasim tani e Kuran Berisha, fiton duelin e ajër. Qetëson situatën Erlis Gjemajli. Rifanianca ora. Dy ndeshje shumë të forta u zhvilluan në Super League dje. Llapin poshtë dritën 1-0 teksa Ballkanit dhe Prishtina barazuan me tyre 1-1. Po ashtu dueli fort ishte ai të premtës ku Feriza e mposhti Suarekën. Arber Pira. Dreni Kryeziu. Duhet të eksuar se përveç ballafaqimit mes Gjilianit dhe Ferronikëlit 74 në vendin tonë po zhvillon edhe shumë ndeshje të tjera futbollin në ligën e parë dhe ligën e dytë. Bushaj. Disa ndeshje me të vërtet të forta po luan në kuadrët e ligës së parë, Trepça 89 vllazënimi, njëra prej tyre, po ashtu Prishtina e Re Dinamo. E ka ndryshim në këtë ballafaqim, është Prishtina e Re që po avancon 1-0 përballë Dinamos. Vushtria Keku një tjetër ndeshje fort. Derbi kësaj jave në ligën e parë ishte ai të premtës mes Trepçës dhe Drenicës, ndeshje që u transmetua në Art Motion. Shohim edhe një herë golin e Pevçelit.
Ish lejtari Malishevës ka qenë Mërgim Pevqeli në sezonin e parë të klubit në Super League. Provon të afrohet aty Bushaj pa sukses. Hazrollaj. Arbër Pira. Dërgon topin në qendër. Pasimi gabuar tani. Pasimi gabuar nga Arbër Prekazi. Lir Sylla që vjedha top. Por humbet shpejt posedimin nga Dugagjini. 15 minuta kalojnë këtu në 18 qershorit të Klinës. Etnik Bruti. Altin Aliu. Shumë i shpejt Aliu. Por gabon pasim. E Kuran Berisha tek Marlaku. Djenit Isufi. Pretardjën e Tun Bardokut në krah dhe luan me Elton Pasrin mbrapa. Bardok. Erivan Jansora. Veliu. Dalet loja nga gjyqtari Murataj. Të dy ndeshjet e ndërsjellta të këtij sezoni duhet përmendur i ka fituar skuadra Malishevës, duke shënuar fitore edhe në gjiron e 5 edhe në gjiron e 14 të sezonit në Albi Mall Super League. Në këtë stadium 3-1 fitonte Malisheva, kurse në Liman Gegaj 2-1. Në sezonin e kaluar gjithsesi ka qenë dominim i Dugagjinit, madje në 2 vitet e kaluara ka qenë dominim i skuadrës Dugagjinit, të cilët në këtë periudhë kanë marrë 5 fitore, 2 parazime dhe vetëm 1 humbje ndaj Malishevës. Në total në 14 duelet të ndërsjellta në Super League qysh prej inkuadrimit të 2 skuadrave. Dugagjini ka 6 fitore, 5 janë barazimet dhe 3 fitore të Malishevës. Etnik Bruti. Kombinimi me Drilon Hazrollaj Bruti. Ndigji. Bushaj. Blokohet ai pasim i Etnik Brutit, i cili gjithsesi lufton. Bruti tani me mundësi. Provon këtë pasim drejt Aliut, nuk ecën. Ndigji. Malisheva në sulm, intervenon për të mbyllur gjithçka Bardoku. Rivan Jansora. Shohim tifozët prezent në tribunën qendrore të stadiumit 18 qershore. Ndigji. Veliu. Kombinon me Altin Aliun. Altin Aliu provon deri në fund. Hugo e ka situatën në kontroll. Me shumë zgjuarsi faulohet. Leo. Tani dalja para, intervenon këtu Pira. Në këto sezonet të Dugagjinit në Super League pa dyshim është vrejtur
Forma e tyre e mirë si skuadër vendase. Ka qenë ky stadium e rezultatet e mira që i kanë marrë këtu që kanë bajtur skuadrën nga Klina në Super League për këto vite, po ashtu e kanë dërguar edhe në Evropë madje. Isufi. Dështon nuk ja del të mbaj topin në posedim për më gjatë. Në këtë edicion Dugagjini këtu në Klin ka marrë 4 fitore, 3 barazime, 3 humbje. Në 5 ndeshjet e fundit janë 2 fitore, 2 barazime dhe 1 disfat. Kryeziu. Arbër Prekazi, kthehet mbrapa Donard Vitia për të krijuar diçka tani. Më pak minuta këtë edicion për dallim nga sezonet e kaluara për Donard Vitian. Pasardhjes Veselimajt. Dërhyre palijuar. Erlis Gjemajli e ka shkaktuar këtë faul lejtari i ardhur. Apo jo, ka qenë fauli shkaktuar në Erlis Gjemajlin. Lejtarin e ardhur nga Gjiliani në fillimin e sezonit. Pa dyshim duhet përmendur se skuadra Dugagjinit është përballur me një lëndim shumë të rëndë të një lejtari kyç të tyre në fillimin e sezonit, Besiri Seni, qendërmbrojtësi kyçi ekipit i cili ishte lënduar në giron e dytë përballë Suarekës. Vion tjetë 0-0 Gjilani Feronikeli 74, kurse në ligën e parë 2 ndeshje me ndryshime rezultateve përmenda më herët Prishtina Re Dinamo 1-0 dhe tani Liria Rilindja 0-1. Po mbet skuadra Prizrenase. Rifani Ansore që i takon Malishevos. Azrolaj nuk ja del. Djenit Isufi. Provon ta gjejë hapësirën shumë e mirë kjo lëvizje. Isufi është duke impresionuar në këtë ballafaqim. Njëri prej lojtarëve më të mirë në fushë në këtë gjysmë të pjesës së parë. Dërhyre palijuar. Kryeziu. Topi në kranë majt Arlind Veliu. Përballë ka Pevçelin. Ndixhi. Vitia. Ky topi i drejt zonës, shohim se çfarë do ndodhë. Largohet për momentin Rroziku. Mërlaku. Provon këtë lëvizje Isufi, arrin fitoi Rifani Ansore. Ka pasur probleme së fundmi në ndeshjet si mysafire Malisheva në 4 të fundit, 3 barazime dhe 1 disfat. Ka barazuar me Feronikeli në 74, Prishtinën dhe Llapin dhe ka humbur nga drita në udhëtim.
Fitoren e fundit e ka për balë Gjiljanit më 1 dhjetor. Ko e largët. Ilir Sylla. Ndërhyrje pa lejuar nga Ndigji. Po shohim më shumë si mes fushor gjatë këtij ballafaqimi Ilir Syllën. Hugo. Provon që vendos lojën në krahun tjetër, një devijim bën që Arbër Pira ta largoj rrezikun. Por tani mundësia për Dugazhinin Gjoj Mërlaku. Për parësi Leon Gjyshtari, Altin Mërlaku. Mërlaku me topin provon gjeja hapësirën, në mbrojtje 3 fishanci Dani Bardhoku. E devijuar goditja e tij shkon në rivënie Kandi. Mundësia nga rivënia këndore. Mërgim Pefqeli pranë topit. Nga kërkim drejt zonës largot rreziku nga Arbër Prekazi dhe topi do shkojë në rivënia anëzore. Sylla. Vjen topi në zonë, tani qojmë. Është një ndërhyrje pa lejuar në fazën e sulmit. Mërgim Pefqeli që ka shkaktuar faul në Dreni Kryeziun. Po të vaj si gjysmore e loj. Riduce! Nuk po arrin të rrezikoj skuadra Malishevës, vijon të mbetet temtimi vetëm i tyre në këtë ndeshje, ai minutës së parë ku Hazrollaj gjuajti nga goditja e lirë. Kryeziu provon të luajë para me Arbër Pirën, pa sukses i ka neutralizuar skuadra e Dugazhinit. Shumë mirë krahët e Malishevës. Duket se i ka kryer detyrat e shtëpisë Ismet Munishi, sepse në ndeshjen e parë në këtë stadium në kuadër të Gjiros së 5 pikërisht krahët e Malishevës e mposhnin në skuadrën e Dugazhinit. Sidomos Arbër Pira ishte në top element në atë ballafaqim duke shënuar e asistuar Hazrolla nga distanca jashtë portës. Shohim edhe një herë tjetër temtimi me të majtën i Hazrollajt. Isufi. Pasimi para e ti Mërlaku, shansi këtu qënë se çfarë do ndodh, një super mundësi kjo, Mërlaku, vjen pasimi, brava.
Dështon aksioni e pabesueshme, super mundësi ishte për vendasit. Gjemajli tek Bardhoku. E Kuran Berisha këtën topin brapa, pa sukses. Ndigji. Pasimi para i Etnik Brutit, protestot për një faul. Intervenon mbrojtja me Egzon Sinanin. Një prej dy transfereve të mëdha të verës tek Dugazhini Egzon Sinani së bashku me Mërgim Pefqelin. Aliu tek Hazrollaj. Intervenon shumë shpejt Tom Bardhoku i cili provon të mbaj topin edhe brenda vijave, mirë po nuk ja del dot. Bruti. Pasimi mjaft i mirë të karë për Pira, vjen ky arkim drejt zonës, shansi këtu, pret Sirius Margono, mbetet 1-0, Bruti. Pira edhe një herë tjetër për Etnik Brutin, arkimi i tij është bllokuar. Mbrojtje dendur e Dugazhinit, arë për Pira me këtë krosim. E topi prekur me dorë. Qojmë se cili do tjetë vendimi për momentin, loja vijon, Vitia dërgon topin në rivën jansore. Minuta 33 ballavaqimit e shojmë edhe një herë i pakujdesshëm Tom Bardhoku. Prekja me dorë ishte e qartë si drita e diellit këtu. Qojmë se cili do tjetë vendimi i gjyqtarit. Jemi në pritje, vari po e kontrollon këtë situatë. E do shkoj vetë burim Jamurataj për ta parë.
Jemi në pritje të vendimit, po e shohim në pamje të përsëritur gjatë gjithë kohës situatën në të cilën u përfshi Tun Bardhoku. Edhe një herë tjetër, ky ishte momenti. Vjojmë të jemi në pritje të një vendimi. Teksa po ecin në minutat këtu në Klin. Tripsha 89 ka realizuar përbalë vllazënimit në ligën e parë 1-0, kurse Dinamo ka parazuar kundër Prishtinës së Re 1-1. 0-0 Vjontje Gjiliani, Feronikeli 74 në Super League. Shumë detajisht po kontrollohet kjo situatë. Edhe pak minuta kam përshtypjen do kuptohet edhe me cilin gisht e ka prekur fillimisht topin me dorë Bardhoku. Ja tani vjen momenti. Merr vendimin tani Burim Jamurataj. Loja duhet të vazhdoj, si duket, nuk ka penalti. Nuk ka penalti për Malishevën, ky është vendimi që mirët. Arsyetimi është që fillimisht e ka goditur topin me këmbë, pastaj topi ka përfunduar në dorën e Bardhokut. Loja duhet të vazhdoj. Topi të rikthehet nga rivënia anëzore e Dugaxhinit. Arbër Pira është fauluar në mesfush. Edhe pak ka ngelur deri në fundin e pjesës së parë. Malisheva ka qenë skuadër shumë e dobët këtë edicion në pjesën e parë, me karton të verdhë ndëshkuar Eguran Berisha. Në pjesën e dyta gjithsesi Malisheva ka qenë skuadër shumë e frikshme dhe e njëjta mund të ndodhë edhe në këtë ballafaqim. Vitia. Ndërhyrje e Basrit, ka qenë faulje ndalë Burim Jamurataj. Nëntë gola i ka shënuar Malisheva në pjesën e para këtë edicion, kurse 17 gola në pjesën e dyta. Dallimi është enorm. 2 herë ka mbyllur pjesën e parë me avantazh, 14 herë duke barazuar, 5 herë duke humbur Malisheva. E përmenda, nuk është skuadër e pjesëve të para as pak. Qëmë se çfarë do ndodhë tani në këtë ndërprerje pranë topit Bruti.
Luan Shkurtaj, diçka e përgatitur kjo, Hazrollaj me goditjen. Jashtë përfundon. Shohim edhe një herë tjetër, kjo e majt. Bruti. Arbër Pira. Provon kombinimin me Hazrollajn, megjithatë intervenon Tun Bardhoku. Bushaj. Basri për ball ti qëndron stoikisht. Mjaft mirë reagimi i kapitenit të Dugazhinit, i cili fiton edhe faul. Nuk po jetëson Malishevos në këtë ballafaqim dhe ndoshta duhet të bëj zëvendësime shumë shpejt me fillimin e pjesës së dytë. Arbër Pira. Nuk arrin gjej pas lejtare, Tun Bardhoku e ka të vështirë këtu, presioni latarshëm nga Hazrollaj, vjen ndërhyrja, është faul tjetër. Ndalet loja Mërlaku me ndërhyrjen e palijuar. Kryeziu. Etnik Bruti. Arbër Pira me ndërhyrjen tek Djenit Isufi arrin fitoi rivënia anësore. Altin Aliu. Mirë pasimi i tij, Bruti, mundësia tani. Televizje. Arbër Pira. Drilon Hazrollaj, gjen hapësirën, vjen goditja, e devijuar. Mirë po nga bashkëlejtarët e tij. Rivënia fundore thot Burimja Murataj. Tentimët e Malishevës në këtë ballafaqim kanë qenë vetëm nga jashtë zone. Drilon Hazrollaj me shumicën e tyre. Ja shohim edhe një herë këtu. Burimja Murataj ishte afër, sipas tij Altin Aliu e bllokoi goditjen e Hazrollajt. Etnik Bruti. Ban topin në posedim e Bruti e tepron ndoshta pak, por gjithsesi topi tek Malisheva me Bushajn. Tani do e kuptojmë kohën shtesë 4 minuta në pjesën e parë. Guram Berisha, Djenit Isufi. Do vën lëvizjen Berisha me presion aty qohem. Rivënie këndi për Dugazhinin. Merr maksimumin e kësaj situate. Guram Berisha.
Hugo lidhet në këmbët e tij, humbet topin futbollisti huaj i Dugaxhinit, gjithsesi reagon shpejt Dieniti Sofi. Ka përfunduar pjesa parë, Gjiliani Feronikeli 74, 0-0. Arë për Pira. Dieniti Sofi që ndëshkuar me karton të verë, topi pikërisht e kaj. Rifani Ansore për Malishevan. Bushaj. Për që di shumë i qetë Ismet Munishi në këtë ballavaqim, jo aq i zhurmë shumë sa jemi mësuar ta shohim. Ndoshta edhe përsia të cilën e mori herët skuadra e tij ka ndikuar në këtë gjë që ai të jetë më i qetë. E tani një reagim interesant i tij. Bukur driblimi, Altin Aliu provon të futet në zonë, Altin Aliu është ndalur. Vijon loja. Dalja e Dugaxhinit para tani. Avanzon e Guran Berisha, vjen ndërhyrja nga Vitia, e rregull, nuk ka pasur faul. Etnik Bruti tek Ndigji. Pasimi deri tek Altin Aliu. Të vështirë do ketë këtu Aliu, blokon nga Hugo. E topi shkon në Rifani Ansora. Ndërhyrje pa lejuar, 30 sekonda nga fundi i kohës shtesë në pjesën e parë jemi. Mërkim Pefsheli pranë topit. Vjen arkimi ti drejt zonës qonë, këtu nuk arrin të gjuaj Guran Berisha dhe mos e humbisni në Klan Kosova nga ora 21:30 Sport Show me Arlind Sadikun. Topi do bëhet në Rifani Ansore në këto momente. E përmenda në pjesën e parë, Malisheva këtë edicion ka qenë në skuadër e pjesëve të dyta. Në qëmë se si do shkoj sot në këtë ndeshje. Ecën para në këto momente Laurent Gjiliani, Rifani Ansora.
Shumica e ndeshjeve në Super League në këtë edicion janë fituar nga skuadrat vendase. Këtë gjiro për shembull është një barazim dhe 2 fitore të ekipeve vendase deri më tani, plus këto 2 duelet që po zhvillohen në kohë reale. Dugagjini po fiton që do e dërgonte në 3 numrin e fitore të ekipeve vendase dhe Gjilani po barazon. Numri i barazimeve 2 momentalisht, por ka ende edhe shumë minuta në të 2 ndeshjet. Mërlaku luftë e madhe, intervenon këtu Arbër Pira. Pasimi drejt Hazrollajt është më i fortë se sa që duhet. Provon tani të dalë para Dugagjini, një super mundësi mund tjetë kjo. Rozot në 16 metrësh, Dieniti Sufi pretendon për penaltia i mirë po hesh gjyqtari jam Murataj. Pasimi gjatë drejt Aldin Aliut këtu. Ilir Syla që e prek topin me dorë. Ndalet loja. Kartoni verdh për numrin 6 të Dugagjinit. Shumë edhe njerë tjetër, ky ishte momenti në 16 metrësh. Portieri Margono që tani do vendos murin e gjallë, di se skuadra kundërshtare është shumë e rrezikshme në ndërprerje. Pas minuta kalojnë nga pjesa 2 dhe mundësia mund tjetë tani për Malishevën. Arbër Prekazi, Donat Vitia, Dreni Kryeziu kanë avancuar para. Përveç Hazrollajt dhe Loren Gjilani pranë topit. Gjiro ardhshme në Super League do t'jetë shumë e vështirë për gjitha skuadrat, sepse luhet në mesjavë dhe pastaj në fundjavë vjen edhe ndeshja tjetër shumë shpejt. Këto ballavashime e do t'jetë një javë angazhuar për gjitha ekipët. Hazrollaj në shtyllën e dytë, argimi shumë mirë, Prekazi e këthe në qendër, Prekazi edhe njerë, qojmë se qëfar do të ndodhë këtu. Gjyljani në hyrje të zonës, Tollovi e madhe, Met Millaku fitimtar e largon disi rrezikun i Sufi tani. Prekazi. Ka pasur faul këtu, do t'jetë rivënje fundore për portierin indonezian Margono. Me rezultatet momentale të Superligës, skuadra e Dugagjinit del nga zona ftohtë e renditjes. Suhareka do t'jetë e parafundit në tabel, Lapi në pozitën e barazhit.
Sa i përket Malishevës, skuadra mbetet në vendin e tretë. Ndixhi, ndërhyrje e palijuar. Bruti. Topin në krah që e marrë për Pira, provon të arkoj drejt zonës, do bot këtë top në Rivanje Këndi, Elton Basri që intervenon. Hazrolaj pranë këndit. Lejtarët afër portës së Dugaxhinit. Vjen ky arkim, devijimi, çon se çfarë do ndodh. Ndixhi provon këtë arkim. Top edhe një herë të karë për Pira në krah, apo Shprekazi, pardon. Arkimi nuk shkon siç duhet, përfundon jashtë. Ka probleme Elton Basri. Pefçeli. Nuk arina i pasim tek Mërlaku, mirë po ndalet loja për ndërhyrje të palijuar në Mërkim Pefçelin. Super ndeshje do të vinë sot në platformën Art Motion. Definitivisht nuk duhet të largoni nga kanalet Sport, K-Sport dhe Super Sport. Në ora 17:30 Manchester United Arsenal. Për momentin është duke u zhvilluar Napoli Fiorentina në Serie A nga ora 18 Empoli Roma dhe në mbrëmje Juventus Atalanta, një tjetër ndeshje e madhe. Nga ora 16:15 Real Madrid Vallecano. Shumë futboll në platformën numër 1 Art Motion. Në 10 minuta kalojnë nga pjesa e dytë, Mërlaku pranë topit, provon të arkojë, mirë po mbyllët shpejt nga Hazrolaj. Deri më tani pa puls kjo pjesë e dytë. Asgjë nuk kemi parë nga të dyja ekipët në 10 minuta. Kujtojmë në minutën e 10 të pjesës së parë shënoi goli, i cili po vijon të jetë në fuqi edhe më tutje. Milaku futet në zonë në Milaku, rasti këtu, Mërlaku afër golit. Mundsi shumë e mirë, por nuk vjen shënimi. Me fat Malisheva në këto qaste pa dyshim. Edhe një herë tjetër sa mirë ktheu ato me Milaku. E mirë edhe gjuajtja e kapitenit Altin Mërlaku. Me që atë topi nuk shkon në rjet. Tjetër rast tani qojmë. Zhvendosë topi në krah tek Tum Bardoku.
Provon të kombinoj me Djeniti Sufi, shumë mirë lëvizja, Djeniti Sufi, Preta Avdyli. Çfarë lojtari ka transferuar Dugagjini. Perfekt paraqitje Djeniti Sufit, si në mbrojtje, si në sulm. Ne shohim super driblim dhe pastaj goditja e cila pritët nga Avdyli, por gjithsesi e rrezikshme ishte. Kam përshtypjen fansave të Dugagjinit po u hek mallin e Blerind Morinës, i cili u largua në këtë edicion drejt Gjiljanit, por e luante të njëjtin rol me fanellën bardhë gjelbër. Mundësia për Malishevan këtu, topi në zonë, shohim rasti, vijon aksioni, çfarë ndërhyrje, çfarë super ndërhyrje ka qenë kjo. Wow! Reagim fenomenal e Erlis Gjemajli, më duket se ishte teksa Hazrollaj vijon tjetë i shtrirë në 16 metrësh. Do të rishiet ajo situatë. Dueli mes Margonos dhe Hazrollaj ta ka pasur penalti në zonë. Edhe njerë pasimi Gjiliani dhe më pas Hazrollaj. Kjo është situata, Gjiliani ndjek aksionin deri në fund, por Erlis Gjemajli me një ndërhyrje alla Maldini. Kontakti mes Hazrollaj dhe Margonos nuk duket se ka ekzistuar. Nuk duket se ka ekzistuar këtu kontakt. Gjithsesi vari do e shoh më mirë dhe me më shumë kënde se sa që e pam ne. Çfarë ndërhyrje nga Erlis Gjemajli. Nuk po mundem ta largoj mendjen nga ajo situatë. Ne shohim tani nga një kënd tjetër. Ky ka qenë në momenti ndërhyrja e Gjemajlit. E feston sikur të kishte shënuar gol Erlis Gjemajli, sepse në të vërtet e parazvlefshme me një gol ishte ajo ndërhyrje. Kemi karton të verdh për dikot tek Stoli Malishevas. Është asistenti Krasniqi i cili zverdhet. Karton të verdh ka edhe për Ismet Munishi. Shohim reagimin e Ismetit. Ndeshje interesante pret Ismet Munishin dhe Dugagjini në mesjavë, luajnë përballë Prishtinës. Ai pallavaçim zhvillohet të mërkurën. Sigurisht do të keni mundësi ta ndiqni në Art Motion. Ndërhyrje mirë nga Hugo. Vitia. Altin Aliu. Donard Vitia me të Milaku e fiton top. Pefqeli vijon aksionin, Altin Mërlaku është i vetmuar në sulm tani. Mërlaku pas largimit e Kuran Berishës do të bëj shumë punë vet. Luftë e madhe për ato, fauli është në sulm të Jamurataj. Tridhjetë minuta deri në funda do arrijë Dugagjini ta mbajë këtë fitore shumë të rëndësishme. Bukur kjo lëvizje nga Etnik Bruti. Ishte kryelajm në mediat sportive dhe jo vetëm të vendit tonë. Etnik Bruti gjatë ditës djeshme, pasi u publikua vendimi i tij për të ndryshuar kombëtarën duke kaluar nga Kosova tek Shqipëria për arsye të pasaportës shqiptare. Ishte
Arsyetimi i Brutit. Arsyetimi që ai kishte dërguar tek Federata e Futbollit të Kosovës. Gjithsesi nëse ndodh diçka e tillë, nëse Bruti kalon nga Kosova tek Shqipëria, atëherë ai do të ketë mundësi të luajë në kampionatin evropian të grup mosha U21 në vitin 2027, të cilin Shqipëria organizon në bashkëpunim me shtetin gjenocidal të Serbisë. Karton të verdh kemi këtu. Arlind Veliu apo jo, është Laurent Gjilani që ndërshkohet. Pam një situatë tensionuar. Zero me zero vion tjetë Gjilani Feronikeli 74, pardon. Në ligën e parë ndërkohë shpejt Tripsha 89, vllaznimin 1-0, Liria Rilindja 1-1, Prishtina Re Dinamo 2-1, ndeshjet e tjera pa gola. Edhe Ilir Sylla është zverdhur. Pasimi gjatë para, Elton Basri që reagon në këto qaste. Edhe Viktor Hugo po ashtu. Karton të verdh ka marrë. Pefçeli. Donard Vitia përsëri intervenon në mërgim Pefçeli. Topi tek Malisheva gjithsesi me harbër prekazin në posedim gati zëvendësimi i radhës. Veselimaj do inkuadrohet në lojë tek mysafirët. Vitia. Mund të jetë ai lojtari i cili do largohet. Por ndoshta edhe Ndigji ose edhe Aliu që do e shtynte Brutin drejt sulmit. Mbetet të zbulohet vendimi i Malishevës. Rëmben topin Altin Aliu në posedim ai. Hazrolaj tani, Hazrolaj futet në zonë, Hazrolaj vjen goditja, super pritje, Margono. Vion të jetë 1-0. Intervenim briljant i indonezianit. Vjen momenti i zëvendësimit. Rivani Kondi kemi. është Vitia që largohet, 64 minuta lojë për të. Inkuadrohet Veselimaj. Golin e parë me fanellën e Malishevës në startin e parë me fanellën e Malishevës e shënonte në këtë stadium një super gol nga Gjuajdi Alir prej 30 metrave. Hazrolaj. Vjen arkimi i tij, nuk ka rrezik. Goal out. Mërlaku. Topi që përfundon në goal out për gardianin Avdyli. Gjilani sa po shënoi përballë Feronikeli 74 me Albin Prapashticën. Digji. Me rezultatin momental në atë ballafaqim skuadra e Gjilanit i afrohet në rënditje Malishevës në vetëm 3 pikë dallim. Presioni që do i vi Malishevës për top 3 dhe për inkuadrim në garat evropiane. Altin Aliu provon të kombinoj me Veliun, ka ardhur ndërhyrja me 2 topa në fush.
Do inkuadron në lojë tani Faton Neziri, I cili zë vendin e Djenit Isufit. Isufi që ishte briljan në këtë ballavaqim, por kartoni verë sigurisht është arsyeja sepse Ismet Munishi do të nxjerrë tani nga loja. Prej më të mirëve ishte dhe definitivisht I meriton duart rogitit e publikut. Ka gjetur një diamant Ismet Munishi, përsëri njët për skautimet e tij dhe lojtarët të cilët nuk kam besim tjetër ku e ai I merë në skuadrën e tij për të shkëlqyer. Një I tillë duket të jetë edhe Djenit Isufit, paktën kjo ndeshje tregoi këtë gjë. Me njerë në posedim skuadra e Dugaxhinit, Bardoku, pasimi përsëri drejti, luftë nga Bardoku, Pevçeli. Do po topi para, ka qenë ndërhyrje palijuar nga Mërgim Pevçeli. Sa I përket Superligës të martën nga ora 14 drita Ballkani në Sport 1, në Sport 2 vjen Ferizaj Llapi. Të mërkurën ora 12:30 Prishtina Dugaxhini në Sport 1, kurse në Sport 2 Malisheva Gjilani. E të njëjtën pastaj zhvillohet Suare Kaferonikeli 74. Në vikend këto dy skuadra do kenë duelet e jashtme, pastaj Dugaxhini Drita në Sport 2 të shtunën, kurse Malisheva do të përballet me Feronikelin 74 në udhtim të dielën. Mundësia këtu goditja nga distanca mbi port. Temtimi Hazrollajt. Prekazi, Veliu, mirë pasimi ti në qendër, provon të avjoj aksionin Lauren Gjiliani, topi tek Altin Aliu, pasimi ti në zonë shansi këtu Bruti, Del Huq Etnik Bruti. Një 10 minuta të mbetura. Veselima I koha po ecën shumë shpejt për Malishevën. Humbja 6 mund të jetë kjo për ta në këtë edicion, nëse nuk arrin të bëjnë ndonjë rikthim. Marlaku lirohet shumë mirë këtu, bashkëlojtari I tij, topi drejt Pevçelit. Nuk më duk se kishte offside Hugo tani. Harkimi në zonë rasti këtu. Nuk arrin Marlaku të shënoj, shumë mirë erdhi nga plani I dytë. Mirë po mbetet 1-0. Bardoku e dërgon top tek Neziri. Pati një lëndim Neziri gjatë stinorit vjeshtor, mungoj në disa ndeshje. Gjithsesi lojtar I rëndësishëm ka qenë për Dugaxhinin, me inkuadrimet e tij nga banka disa herë edhe si startues në atë krahun e majt ku ofron shpejtësi dhe grind angazhim. Ndërhyrje palijuar kjo Elton Pasrit në arbër Piron.
Faton! Në mur! Hugo! Hugo, second! Lika! Lika, meti! Lika! Syda! O Syda! Nisi! Mundësia nga ndërprerja këtu Gjiliani, vjen arkimi ti, temtimi me kokë. Mbi port ka përfunduar. Valmir Berisha sa po inkuadruar në lojë ishte ai që provoi. Degazhon para tani Margono. Ka bërë shumë bashkombas të tij indonezian që të përcjellin ligën e Kosovës, Sirus Margono. Shumë i ndjekur në vendin e tij me 200.000 ndjekës në rrjetet sociale. Topi do bëhet në rivënie anësore për të parë gjendjen e lojtarit të shtrirë të Dugaxhinit, Mërlakut. Apo jo, është Millaku. Velio, 15 minutat e fundit të ballafaqimit tani. Viktor Hugo e fiton ato Pevçeli, çon se çfarë do të ndodhë. Pevçeli provon driblimin mirë, po mbyllet nga Arbër Prekazi. Veselimaj. Kazrolla i bukur pasimi ti, çfarë rasti këtu, po reagon në mbrojtje, ka pasur edhe offside. Në 15 minutat e fundit të ndeshjeve vetëm 4 gole e ka shënuar Malisheva këtë edicion, vetëm 3 Dugaxhini, nuk janë skuadra të cilat shënojnë në 15 minutat e fundit. Malisheva forcën kryesore ka pasur fillimin e pjesëve të dyta me 13 gola nga minuta e 45 deri në atë 75-ën. I bëri ball Dugaxhini kësaj. Arbër Pira e kthen topin brava për Ilir Avdylin. Një fitore, një barazim, 2 humbje për Dugaxhinin në startin e pranverës. Fitoreja 2 kërkohet. Hugo, provon pasimin para, del jashtë në rivënie anësore topi.
Ndërhyrje pa lejuar kjo në mesfush dhe kartoni verdh për Met Millakun për ndërhyrjen e tij në Etnik Brutin. Gjemajli e zhvendos lojën në krah tek Tum Bardoku. Shumë paraqitje mire Tum Bardokut në këtë ballavaçim. Erdhi në fund të merkatos verore Bardoku me shumë dyshime pas sezonit të kaluar ku luajti tek Feronikeli 74, ish lojtari Prishtinës së Dritës, pashtu edhe vllazënimit Bardoku. Gjithsesi ka performuar mirë me Dugaxhinin, duke zënë vend startues në atë krahun e majtë të mbrojtjes. Liria ka rikthyer rezultatin përballë Rilindjes në ligën e parë. 2-1 udhëheq tani. 1-0 udhëheq Trepsha 89 përballë vllazënimit dhe lufta në ligën e parë është bërë me të vërtet e ashpër për inkuadrim në Super League, sidomos në grupin A. Tani një mundësi shumë e mirë kundër sulmi, Marlaku e ka presionin e Brutit, arrin ta zhvendos lojën në krah. Faton Neziri, bukur pasimi Pevçeli, mundësia këtu Pevçeli! Nuk i jep përfundim këtij ballafaqimi. Nuk arrin të shënojë në këtë rast Mërgim Pevçeli. E shohim edhe një herë, shumë mirë u bë gjithçka, goli nuk vjen. Mbetë gjallë shpresa Malishevës për rikthim. E shohim edhe një herë sa mirë pasimi Faton Nezirit. Pevçeli jo i sakt. Dreni Greziu nuk kontrollohet ky top ashtu siç do duhej nga Bruti, është posedimi i humbur, pasimi para, super i mirë shansi këtu Faton Neziri. Vjen arkimi i tij, mundësia. Nuk arrin Mërgim Pevçeli. Gati për të inkuadruar në lojë Dardan Morina, mesfushori i ri i Dugaxhinit. Në zbulimin e sezonit të kaluar, ka mbetur në hije këtë edicion. Azrolaj, i del driblimi, drillon Azrolaj. Vjen ky arkim drejt zonës, tani qojim. Veselima i goditja me volej mbi port. E do tjetë pikërisht Pevçeli që largohet për t'i lënë vendin Marinës. Goalkeeper will fuck you up just so you know. Let's do it. Gati zëvendësimi tek Malisheva, do tjetë Ibrahim Tsarvadiku që do inkuadrohet në lojë. Përveç tij edhe Fatjon Bunjaku po ashtu në fushë do tjetë. Rivalitet shumë i ashpër i krijuar mes Dugaxhinit dhe Malishevës në këto 4 vitet e fundit, qysh prej kohës kur ishin skuadrat në ligën e parë, madje
Mund të them lirisht që një fitore përballë njëra tjetrës është prej më të ëmblave të sezonit për të dy klubet. Trilion Hazrolla i largon nga loja në vend të tij Ibrahim Corvadiku. Kurse vendin e tij në fushë lë edhe Etnik Bruti për të inkuadruar Fatjon Bunjaku. Veselimaj. Cervadiku, dueli me Bardokun, Cervadiku. Provon të harkoj blokot. Mëllaku. Hugo. Bukur, rasti tani është Marina e ndjek Prekazi, komba kombës, Marina më i shpejt, Marina, topin brava për Mëllakun. Reagon mbrojtja Malishevos. Mbetet 1-0. Digi me këtë pasim të gjatë drejt Laurent Gjiljanit. Hugo. Digi me presionin. Heri Banjan Sora. Limaj. Digi. Tani mundësia këtu Arlind Veliu në zonë. Provon të kthejë ato për bashkëlojtarët pas sukses. Vjen aksioni. Malisheva në sulm, Arbër Pira. Provon këtë harkim, elit për portierin Margono. Ndeshja 6 në të cilën do mbaj portën e paprekur Dugazhini këtë edicion nëse rezultati mbetet i tillë deri në fund. Presioni lartë nga Erlis Gjemajli, Ndigi. Ecën para Ndigi. Provon të dërgoj topin drejt Fatjon Bunjaku, të vështirë të arri. Bunjaku provon deri në fund pa sukses. Pesë minuta deri në fund.
Topi blokuar nga Arbër Pira. Dreni Kryeziu, rivënia anësore kjo. Dalja para e Dugaxhinit mjaft mirë. Bardhoku e lë topin tek Neziri. Milaku me këtë pasim mjaft të mirë, shansi tani ky arkim drejt zonës që bllokohet. E topi kthehet tek Avdyli këtu, mund të ketë dyshime nëse ka qenë goditje indirekte apo jo kjo. Mund të ketë dyshime. Bunjaku. Limaj e dërgon topin drejt zonës për Ibrahim Sarvadikun. Provon të harkoj ai, bllokohet. Sarvadiku. Vjen arkimi I tij, Margono, jo fort I sigurt, ka pasur offside gjithsesi, kështu që nuk do të vlente goli edhe po të shënoj. Do u sigurua që topi ishte jashtë Margono. Zëvendësimi I radhës tek Dugaxhini në lojë do të jetë Vladislav Komutov, ukrainasi I cili është rikthyer tek skuadra në këtë edicion. Altin Morlaku largohet nga loja. Kryeziu, Ndigji. Provon të dalë para Veliu, vjen ajo ndërhyrje. Marina. Pes minuta shtesa. Një top në zonë, tani qojmë Gjiliani, provon të mbajnë në kontrol. Gjiliani gjen hapësirën, vjen krosimi I tij, Margono ka topin në duar. Penalti për Feronikeli 74 në ndeshjen tjetër. Mund ta shihni në Sport 2. Ndigji. Marina provon lëvizjen, është bllokuar nga Ndigji. Ndërhyrje pa lejuar nga Veliu.
Gjemajli e lë topin në krah tek Dardan Marina. Vjen arkimi Marinos drejt zonës, rasti këtu për ta mbyllur këtë ndeshje. Nuk ja del të shënoj Komutov. Ka pritur Kenana Gjamza penaltin e Ferro Rikeli 74 dhe Gjiliani do të marrë 3 pikë nga i ballavaqim si shduket. Dy minuta e gjysmë Faton Neziri, topi para Komutov, shumë i dyshim pozicioni ti me gjasë është edhe offside. Komutov e tumbër jetën për çdo rast, sepse vari do e rishikonte situatën gjithsesi. Ja ta shohim këtu momenti i pasimit, nuk pas ka qenë ashtel offside, gjithsesi pak më i avancuar duket të jetë Komutov. Që ky gol me gjas nuk do të blej. Nuk do të blej goli. Topi në zonë, qojmë këtu rasti dreni kryezi, nuk arrin të kryej asgjë të rrezikshme kundërshumi në anën tjetër me Faton Nezirin që nisët para. Interesant Dugazhini ta mbaj topin sa më larg portës së tyre që t'jetë mundësia. Neziri me këtë goditje drejtë në duart e Avdylit. Luftë e madhe për topin. Minuti i fundit i shtesës. Tum Bardoku provon të fitojë rivënia anësore, nuk ja del në misionin e tij. Shumë afër fitores tani Dugazhini. Komutov, Milaku. Do bo topi. E shojmë edhe konfirmime varit për pozitën jashtëligjore të Vladislav Komutov. Sekundat e fundit po luan këtu.